Shqipëria është në fazat e fundit sa i përket punës për rregullimin e legjislacionit për lirinë e medias. Ministra për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pyrdeni theksoi se në bashkëpunim me Brukselin po punohet jo vetëm me përshtatjen e ligjit, por edhe me zbatimin e tij. Besoj që reforma me medias prek një herë është jo vetëm lirinë e shprehjes, lirinë e medias në tërësi, por ka të bëjë dhe me një normim dhe sistematizim të atyre rregullave europiane që duhet të aplikohen në Shqipëri. Dhe kërkon domosdoshmërisht angazhimin e të gjithë aktorëve shoqëror dhe sidomos kur bëhet fjalë për ndërhyrje kaq të rëndësishme në një sektor jetik të vendit, sikurse është sektori mediatik. E pranishme në takimin për platformën e dialogut të hapur Jorida Tabaku u shpreh se nuk është marrë ende asnjë iniciativë për median, duke nisur nga mbrojtja e gazetarëve. Me shqetësim, liria e medias vazhdon që të mbetet një nga problemet kryesore. Dhe tashmë është kthyer edhe në një trend fatkeqësisht sistematik, një trend i cili pavarësisht se sa ligje ne miratojmë dhe pavarësisht se sa të mira janë këto ligje në letër, në fund të ditës problemet mbeten po atje. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, theksoi rëndësinë e parlamentit në këtë proces si dhe dialogun politik. Bashkimi Evropian pret që Shqipëria të adaptohet dhe të zbatojë platformën sa i përket lirisë së shprehjes dhe medias. Konsultimi nuk është element i negociueshëm. Reformat s'mund t'ja dalin pa pjesëmarrjen e gazetarëve, medias dhe shoqërisë civile, dhe ku do të ishte vendi më i mirë për miratimin e kësaj sesa parlamenti. Unë mirëpres angazhimin e kryetarit dhe zëvendës kryetarit për ta përdorur këtë platformë si platformë konsultimi për punën e komisionit. Brenda vitit 2026, vendi ynë duhet të parafrojë legjislacionin me aktin evropian të lirisë së medias dhe standardet e transparencës së tregut mediatik.